Ky emision përkrahet nga IPCO. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtu në dille. Check it out. Zakonisht muaj qershor shihet jetë ndoshta një muaj pak më i lehtë për futbollista sepse është edhe kohë pushime, po ka edhe ndeshje kualifikuese. Janë zhvilluar fakte të dy ndeshje miqësore, kombëtare Kosovës që ka zhvilluar të dyja këtu në Prishtinë ndaj Armenisë dhe ishujve komore, edhe e kemi një prej futbollistave të kombëtarës së Kosovës. Lumbard Dellova është me neve, po ashtu është edhe pjesë e ekipit nga Bullgaria CSKA Sofia. Lumbard, edhe pse është një kohë pushime që thash, falenderoj fillimisht që pjesë e emisionit dhe besoj që kena çfarë me kallëzu, pak para se me vazhdu pjesën tjetër të karrierës, po them se të presin ushtrimet, përgatitjet e tjera. Faleminderit shumë për ftesën jone, gjithmonë kënaqësi e imja. Po normalisht tash siç e dim që jemi gjithë futbollistat pushim, por është kënaqësi e imja të jem këtu me ju. Edhe gjithashtu edhe jona me të prik këto duke ditë edhe obligimet. Po nisim për dy ndeshjet e fundit, realisht Kosova ka zhvilluar dy miqësore ndaj Armenisë edhe ndaj Komorës, dy ndeshje ku pati shumë gola të shënuar, po edhe shumë themi ndryshime të lojtarëve, ardha disa lojtarë, sidomos prodhimi i Kosovës, diçka që na ka gëzuar krejt neve. Po e flasim pak me Armenin, ku ke edhe protagonist në shënimin e golit. Qysh i komenton këto dy ndeshje dhe sigurisht nuk kom pak mi pa dhe formën pas kampionatit lojtarëve që janë kënd grumbullum. Po, normalisht, siç e pam gjithë që ka pasur lojtar të ri, cilët e kanë tregu veten në mënyrën më të mirë të mundshme, kanë ndihmuar ekipin, e kanë ndihmuar shtetin, e kanë ndihmuar, ju kanë treguar gjithëve që kemi kualitet të shumë dhe besoj që të vazhdojmë kështu edhe të kemi rinisa më shumë aty në kombëtare dhe pse jo edhe shumë shpejt ta kualifikojmë në kampionatet më të mëdha. Patjetër, kur kemi edhe talent, besoj që është edhe më e mirë edhe kur ka edhe punë profesionale nuk diskutohet. Mirë, po flasim pak për golin. Lumbard para se më fut në emision thash, a e menove që ka më shku bash ashtu si raket topi, edhe ke ndoshta me mot sak, po me siguri 28, 25-6 metra minimum ka qenë distanca. Qysh e pe momentin për me godit topin edhe me shënu golin më të mirë çfarë ndeshje definitivisht. Po, jam i lumtur shumë për atë gol. E pash hapësirën aty, kur ma pasoi topin bashkëtari im, e pash se s'kam zgjidhje tjetër aty, vetëm po ashtu e pash edhe për tjerë që nuk ishte i vendosur bashkë mirë, edhe thash pse jo ta provoj. Është ndeshje miqësore, pse jo edhe. Edhe e shkon e rrjetin. Mirë, nuk është goli i parë që shënon Lumi sepse përkundër rolit që e kishte qendër mbrojtës, aftësitë tua me tovën janë të jashtëzakonshme, domethënë një atu e cila jo të ken shumë mbrojtësa, që shënu domethënë edhe gjatë ndeshjeve kualifikuese. Çush është ndjenja kur shënon për Kosovën? Kjo besoj që është interesant me na tregu. Joni është një ndjenjë tepër e veçantë, e kam cekur 100 herë, kështu që sa herë t'jap gol aq gëzohem sa që nuk di ndonjëherë si të festoj, ç'a të bëj, e din, vetëm e bëj ndonjë festim atu për aty, vinë gjithë bashkëlojtarët ku ti shoh, ku ta dëgjoj emrin tim në stadion që po përmenden, është një ndjenjë që nuk mund ta krahasoj me asnjë gjë tjetër. Pa diskutim me përfaqësues shtetin, besoj që është ndjenja më e mirë për një sportist. Okej. Folëm pak edhe për atmosferën, tregove që është një atmosferë shumë e mirë brenda ekipit Kosovës, me ardhjet që po vijnë, po edhe ata që është një bazë, një kohë gjatë të ekipi Kosovës. Tregona pak energjinë që është brenda. Ajo po reflekton edhe me rezultat definitivisht. Po siç e përmendë ti, po shihen rezultatet, është një atmosferë tepër e mirë, me lojtarë të ri, po ashtu edhe lojtarë të bazë që janë aty. Çdo lojtar i ri që vjen në kombëtare njihet sikur është aty për një kohë gjatë, e presim shumë mirë. Menjëherë mundohemi ta fusim në ato rrethana të ekipit, menjëherë mundohemi jashtë, mundimi. Ajo është më e rëndësishme, kështu që çdo lojtar besoj që po vjen për herë të parë, ka mundi mirë dhe shpresoj që të kemi sa më shumë suksese. Mirë, tash kam marrë faza kualifikuese shumë shpejt, edhe pse pothuajse deri në shtator na kanë mbetur disa muaj, po mas jemi te Kosova, cilat janë ngjasat reale të Kosovës, Lumbard? Na zakonisht si shqiptar në përgjithësi jemi euforik. E shohim shortën edhe thojmë të parë dalin dytit e bëjmë kalkulimet pa lut. Kjo është një mendësi që kemi na, sepse nuk është lehtë mu përkthym fushë dhe s'ka më shtete dopt atë themi kështu. Krejt po dimë me futboll. Po flasim tash pak realisht duke pa dhe formën kanë më varë sigurisht edhe çish vin lojtarë në çfarë forme etj. Ku mundna me pa na Kosovën këto kualifikime? Po e dim që kemi 3 shtete mjaft forta, kështu që e jona është
të se cilën lojë që ta luajmë, mos të mbrohemi, të sulmojmë, të tregojmë që nuk kemi rastisht këtu, të tregojmë që kemi ekip shumë të mirë, kështu që mundohemi ta marrim rezultatet më të mira, normalisht fitoria do na gëzonte më shumë, por do mundohemi që të marrim gjithë rezultatet më të mira dhe besoj që me një kualifikim, pse jo, e dim gjithë që është mjaft vështirë, por nuk është se nuk kemi kualitet, po, nuk është e pamundur, kështu që shpresojnë rezultate sa më të mira. Po besoj edhe me Dardanët, me tifozët që kemi shumë zor, sidomos ndeshjet në shtëpi kemi bu më të vështira, sidomos për Zvicrën dhe Suedin që kemi dy kundërshtar që realisht edhe shihen të jenë favorit për vendin e parë dhe dytë. Mirë, po flasim tash pak për sezonin që e lan pas. Lumi është edhe pjesë e formacionit vitit në elitën e futbollit të Bullgarisë, pasi që thash te ekipi CSKA Sofia. Qysh e komenton ose qysh mundesh më na përshu ecurinë e edicionit edhe personal por edhe ekipor, sa e konsideron të suksesshëm? Për veten time është një sezon shumë i mirë, sepse kur shkova në fillim aty ishte një vend që nuk kisha shumë njohuri për to, ishte një ligë që nuk kisha shumë kush lun aty apo si e njihshim gjithë Ludogoretsën, domethënë edhe CSKA Sofia që ekipi më i madh aty në Bullgari siç dihet. Kështu që ka qenë një sezon mjaft i vështirë për neve, po për mua personalisht ishte një sezon shumë i mirë, siç e ceka edhe ti që arrita të futem në ekipin e sezonit dhe shpresoj që të ndihmoj gjithmonë CSKA-n që vitin tjetër pse jo edhe kampion të bëhemi, sepse e meriton një klub si CSKA që ka aq shumë tifozë, aq shumë emër atje, e meriton një gjë të tillë. A mundesh më na bëni krahasim, ti ke pas eksperiencë edhe në Kroaci, edhe në Kosovë. Po ma merr mendja që kushtet ndoshta te ekipi jot, por edhe në ligën më të mirë apo në aspektin e sportiv, cilat janë dallimet që mundesh më na i tregu, domethënë a luhet më shpejt, çysh është ky sistem se mendoj që futbollistat e Kosovës që folëm ose që prodhojnë pe Kosovës, ndoshta nuk e kanë çat ecuri që është bën nëpër klube të mëdha. Kur thonë nëpër klube të mëdha shkon për orës 8-9 edhe kthehesh në 5 ose 6 në banesë në hotel kudo që jeton ose vepron. Po, kam lu edhe në Kroaci edhe në Kosovë, siç e dim, kështu që besoj që kualiteti Kosovë-Bullgari nuk është shumë i madh, por aty infrastruktura është tjetër nivel, kushtet aty në ekipi ke shumë më të mira se këtu, kështu që kur i ke ato kushte, kur i sheh është edhe një farë motivi shtesë për ty, normal, obligim se çtin aty me ndajt që për shembull ta bëni gjenerimin si duhet, i bën gjitha ato që ai nevojitin trupit tuaj, po. Kështu që për ka kualitetin nuk besoj që është shumë më i mirë se këtu në Kosovë. Ju kam treguar edhe atje në Bullgari sa flas me shokët apo me trajnerën që ka shumë kualitet, shumë lojtar cilësor këtu. Edhe Kroacia kisha mund me cek që ka më shumë ndoshta kualitet edhe kushtet janë pak më të mira ndoshta se këto dy shtetet që kam lu. Kështu që nuk është diçka është tjetër nivel. Jemi ballkanik siç e dim, kështu që ashtu jemi. Mentaliteti. Po edhe mentaliteti në jetë. Sot ka ndihmu Lumi që domethënë këtë eksperiencë që ke kriju edhe në Kosovë dhe në Split që më përshtat më njëherë, ti më njëherë ke qenë pjesë e formacionit, më njëherë në disa ndeshje është shpallë lojtari më mirë, pra nuk është që fort ka luajtur rol ndrimi i ligës edhe i klubit në këtë rast që ke dalë prej ligës Kosovës në Bullgari. Sot ka ndihmu që eksperjenca ka lume që mos më pas se kanë ndodhur atë në 6 muaj mos më ka për arsye të ndryshme që përmendëm, gjuha, mentaliteti e tjerë. Po, me gjos ka pengu kur gjë. Po, Kroaci kam shku shumë i ri, kështu që kam ndajt atje 3 vjet e gjys, më kanë ndihmuar shumë tepër për në çdo aspekt për mua, kështu që nuk e kam pas shumë problem që ta ambientohem prej Kosovës kur i kam Bullgari, siç e shohim edhe me njerë fillova të luaj, me njerë fillova të hyjnë qef tifozëve, stafit, presidentit gjithë, kështu që nuk është se ka qenë ndonjë ngarkesë e madhe për mua psikologjike që po ndroj vendin apo diçka. Jam ambientuar shumë mirë dhe shumë herët. Shumë shpejt. Mirë, e di që je në fazë pushime, po nuk më pa e bu pyetjen që është normalisht të qarkullojnë shumë raportime, cili është statusi, e di që ke kontratë me ekipin e CSKA-s, po vera është e gatë. A mundëm me thonë që mundet me pas edhe ndryshime në karrierën e Lumit, domethënë me dalë në një ligë edhe më të fortë se sa e Bullgarisë. Qysh është çka mundesh na tregu se normalisht do sa edhe nuk tregon, kuptohet. Ja, normalisht. E përmend edhe vetë që vera është shumë e gjatë. Unë kam edhe 2 vite kontratë me CSKA-n, kështu që deri më tani ka disa interesime, por diçka konkrete ende s'ka në tavolinë, kështu që po pres. Unë shumë shpejt do kthehem në klub aty në CSKA, të vazhdoj përgatitjet dhe shpresoj që
të bëhet cila është më e mira për mua. Mas pari shpresojmë që është më e rëndësishme për futbollistin me pas shëndetin se është kryesorja në performancën e lojtarëve, edhe besoj që është e lehtë po mendoj kur performon edhe kur ke lojtë mira me gjet veten mirë. Po kalojmë pak te diçka që ndoshta njerëzit se nuk të shohin edhe shpesh ndoshta media, lum ti je produkt ose ke fillu tek Liria e Prizrenit, hapat e parë të futbollit, edhe pastaj në Kroaci ke vazhdu. Tregona kush të ka qenë futboll ose çush ka lind dëshira për futboll në këtë rast. Unë prej moshës 6 vjeçare kam filluar në ekipin e Liris, Prizrenit. Unë prej sa mal mend jam me topin, kështu që kam loz aty me hall, aty me shokët, me shoshnin, edhe babi im, familja ime të them, e pan që kam një talent, ka diçka te unë edhe vendosën që të më regjistojnë aty te Liria Prizrenit, kështu që aty fillova deri në moshën 18 vjeçare isha në atë klub, ku edhe debutova në moshën 17 vjeçare me Bledi Shkëmbin. Edhe u ja falenderues shumë, kështu që ishte një ëndër e imja gjithmonë që të prekja majat e futbollit dhe shpresoj që ta bëj këtë gjë. Patjetër, besoj që në rrugën më të mirë të mundshme, po çka më intereson me ditë nuk u kon kur e shohin njerëzit këtej thonë futbollistat, në këtë rast sportistat, kënaqen, luajnë, bëjnë parë, por nuk e dinë që sakrificën që bujnë lojtarët. Në di që ke pas domethënë një histori ku sigurisht ndoshta ke pas edhe mendime ndonjëherë edhe me lum për shkak rrethonave të ndryshme, po cili ka qenë motivi kryesor? A ka pas në vedi e lumi që në ditë do të vinë në qitë pozicion për një tarë më shumë më të mirë për veten? Po, besoj që çdo futbollist ka pas ramje, ngritje, ulje në karrierën e tij, kisha dhe une, por më e vështira ishte kur mora vendimin për krahasisht të kthehem në Kosovë. Ajo ishte vendimi më i vështirë për mua sepse nuk aty mendova që karriera ime përfundoi, por ja që deshti Zoti e bënëm një sukses shumë të madh me Ballkanin, siç e dim gjithë, kështu që aty e pash që nuk është asnjëherë vonë dhe nuk bën asesi të dorëzohemi, pa marrë parasysh se çfarë probleme të vinë jetë, kështu që ju them gjithë futbollistëve që veç vazhdoni, ndroni dhe punoni që të arrini aty ku keni dëshirë. Te puna më intereson me ditë pak nëse mundesh ma tregu lumi çush e ki rutinën, domethënë nuk mjafton ma mërmenja veç me qenë pjesë e klubit, me ushtru, duhet me pas një farë patjetër një farë, po një disiplinë të përgjithshme gjatë krejt vitit me kon në qëtë formë që edhe me kon domethënë me këto performanca. Sidomos tash kur jam pushim, a ruhesh në ushqim edhe në çdo sene tjera se është shumë e rëndësishme. Po normalisht çdo ekip e ka nutricionistin e vet, i ka trajnerë. Po flasim për jashtë se na. Po. Ka dalin atë tu hyj. Ka dalë hyjim. Kemi nutricionistin, kemi trajnerët që na dërgojnë programin, duhet kujdesemi, pa marrë parasysh edhe pse kemi pushim, për shembull 10 ditë them, ndoshta 2-3 ditë, 4 ditë pushon, kështu nuk bën asnjë gjë, por duhet ta mbash veten në formë, duhet punosh, duhet ta shikosh ushqimin, çfarë po han, sepse ndikon për të keq, kështu që kur të kthehesh atje në përgatitje duhet jesh edhe i çik i përgatiten edhe vet, normalisht, se nuk mundesh shkosh atje i lodh, edhe mos t'i kalosh edhe testet. Kështu që është goxha duhet jesh i kujdesshëm, goxha strikt duhet jesh në ushqime të gjitha, edhe kjo është. Unë se prandaj thash menojnë që është shumë lehtë doli lujnë, nuk i din ato pravaskena. Që kjo që përmende, a ka, se tu di që ka talent, apo a mungon, themi sakrifica, e përmende dhe rikthimi për shkak Kosovë. Ndodh të shumë shok që i ki dhe te ke pas bashkëtar, që aty pastaj thehen mentalisht lumi. A është që kjo sakrifica që duhet me bu një sportist, një futbollist, sidomos në pjesën mentale, mendoj që është shumë e rëndësishme që kjo punë edhe ndoshta te na nuk punohet në këtë rast, por në përgjithësi a është që është goxha një lojë mentale për me arrit suksesin. Po normal që është një lojë mentale, siç e thej edhe vetë, se ka futbollista, ka sportista që janë dobët mentalisht edhe mendojnë që aty përfundoi gjithçka dhe i lën gjitha, fillojnë të mirën me gjëra të tjera, me gjëra të këqija, mos i përmendi, kështu që gjithmonë duhet ta mendosh se çfarë ke heq në karrierën tonë, kush ka bë keq, dhe duhet i mendosh gjithë ato gjëra që ta marrësh motivin dhe të ngrihesh shumë më mirë se siç ke qenë. Edhe kjo është besoj Chelsea që duhet i mendosh të këqija që ta arrish të më e mirja.
që është vese edhe një mesazh që edhe për futbollistat të ri që kanë ëndër, po që dalin është rrugës diçka dhe mundet me ndalu mirë, cili është partneri ose bashkëtarët më i mirë në mbrojtje, domethënë me cilin e di që tash me emra është ndoshta pak vështirë, po që është ti sigurt se mbrojtësa duhet me pas dy qendër mbrojtësa duhet me pas një farë energji, një farë komunikimi mes veti kur luajnë që me ditë, domethënë është edhe me gjeste, me mimika, për një cili është ai që ti e përshtat më shumë ti po flasim deri sot. Se si dihet armës. Po tash kam luajnë këto ekipe që po them. Po. A mund t'i përmendin çdo ekip tani, për shembull te Ballkani ku kam lu, besoj që ka qenë Jashanica, ka qenë tandemi im më i mirë. Te Kosova është siç e dim gjithë kapiteni Amir Ramani, i cili më jep shumë siguri, i cili më flet shumë dhe më ndihmon shumë çdo aspekt. Kështu që kam loz me shumë lojtar, po besoj që këta dy janë që jam ndjen ndoshta më sigurt, më mirë, më i qetë. Më i qetë. Edhe po du me të suksese kem pas me këta dy, më shumë nuk e di, tandem shumë i mirë kemi qenë. Pa diskutim edhe tregu edhe në fushë, edhe me Ballkanin, po edhe me Kosovën një siguri që e ke sjell ose një freski që është bërë në qendrën mbrojtjes te kombëtarja e Kosovës. Çka po du me të pyet edhe thash edhe në fillim pjesën e teknikës. E ke të ushtruar apo e ke të lindën lumi, se edhe kjo është një diçka interesant. Thash qendër mbrojtësat ju janë shumë të shpesh që dinë me lut me topën, që dinë edhe me driblu, okay, mund me jap një pas vertikal, diagonal e krejt, po ti dinë me bëu edhe driblime, madje ki edhe lojë që ke lut edhe para mbrojtës ose si mes fushor defanziv. A është kjo që të veçon për mbrojtësat e tjerë ti çu shesha? E di që nuk është mirë me fol për veten, po flasim tash në përgjithësi. Normalisht unë ku kam qenë i ri në moshat e liria prizonit, kam luajtur edhe me Sushor, shumicën e Rostov. Kështu që besoj që më ka ndihmuar edhe ajo shumë, që ta kem tash përparësinë me topin që të vazhdoj për mbrojtjes para. Edhe më shumë e kam të lindur normalisht, të lindur e kam, po edhe kam punuar në atë aspekt, sepse vazhdoj të punoj në çdo gjë që më nevojitet mua si qendërmbrojtës, edhe normalisht më ndihmon shumë edhe shpresoj që ta kem gjithmonë këtë. Edhe besoj që i ndihmoj edhe shokët e ekipit me këtë gjë. Patjetër, ju jap hapësira, mundësi edhe ata me dalë më përpara dhe mos më tutje se kanë edhe një pasus mirë, një driblues, po edhe një mbrojtës të sigurt. Mirë, cili është sulmuesi më i vështirë me cilin e përballte? E di që të ka sigurisht. Ka Kogja sulmues, por ose besoj që ndoshta Zvica ku kem luajtur mitësore, atje ka qenë Vargas, ka qenë Okafor, besoj. Po këta dy besoj që kanë qenë shumë shpesh, shumë të lëvizshëm. Por ka shumë sulmues, nuk e di, nuk. Ka ndonjë që si më thon në media o kon pritshmëritë kon shumë atë moja, po në fushë kon ndryshe. Më thonë e keni nal ju ti me bashkëtorin tonë. Ka ndonjë që them ke prit më shumë ose ti e përgatitur pse që kesh me nal, edhe që në fushë kon më ndryshe, ke pas më lehtë ndoshta. Një që kujtohet. Ka, po me emër nuk më kujtohet, është numri 9 i Ludogoretsit, është edhe po ashtu përfaqësuesi i Zvicrës, në kombëtarin e Zvicrës, që shpesh kem bërë edhe bisedime me shokun tim që e kam te CSKA që lun këtu, lun aty, adin, e kem ditë karrierën e tij, kështu që kur kemi në fushë nuk e kem pas problem asnjëri që ta ndalim ato, ti fitojmë gjitha duelet kundër tina. Kështu që besoj që është ky rast. Ky rast, okay. Po duhet edhe pak me u ndal te pjesa e karrierës, e përmende Kroacin, po ndalem me qëllim, me bisedu, po mënoj me fol edhe pak për Hajdukun. Ata krijojnë një atmosferë të jashtëzakonshme, tifozat që njihen si Torcida, që kjo te ti personalisht, po e përmenda këto, po edhe tifoz Dardanë dhe kudo që ke qenë edhe në Prishtinë dhe në Ballkan, sa e motivojnë lumin, se te dikush ka edhe kundër efekt. Ndoshta prej dëshirës shumë të madhe me bë gabim, ndoshta me dështu ndeshje, po te ti çu ndikan. Po patjetër, siç e dim, Torcida janë një tifozëri e jashtëzakonshme. Mu personalisht më kam pëlqyer shumë, kam përkrah shumicën e kohës, edhe pse kam lodh shumë pak atje, kam pas fjalë të mira për tyne, kështu që për mua është një motiv shumë shtesë, sepse kur i sheh gjithë ata tifoz duke këndu për ty, duke jap maksimumin për ty që ta tregosh veten ti në fushë aty, është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Kështu që me ato të mijat jam munduar që ta jap të mirën gjithmonë atje, por fati deshti që mos vazhdoj shumë atje, shumë gjatë, por edhe këtu në CSKA i kena tifoz shumë tepër zjarrt që janë aty me Torcidan, edhe besoj që edhe ata jam të i bë krenar edhe të i përfaqësoj në mënyrë më të mirë të mundshme.
Unë tifoz ty t'japi motiv edhe si forcë shtesë, po që të thash nga njerë edhe ndikojnë negativisht. Çka është për mene edhe interesant me ndo, ose me na tregu prej perspektivës tonë është po ka tash ka interesim për lojtar futbollit të Kosovës, edhe pse infrastruktura janë kur e shën një lojë, për shembull nëse ti ulesh me ne bashkëtar tonë atje edhe shohim fushat tona përveç të Fadil Vokri, me siguri thonë pendrojmë në aden, nuk e lojnë, nuk ka shumë atraksion, po gjithsesi po ka shpërthime të lojtarëve. Çka ka ndryshuar lumi sipas teje që po shkojnë në Rumani, po shkojnë në vende të tjera, domethënë më herët nuk ka pas që kaq shpesh transferimin, është me një afat 2-3 edhe kanë ka shkuar në vite ose më tash 2-3 brenda një muj, 2-3 muj në ashëm, po ka shumë lëvizje. Po normal që e kanë pa dhe futbolistët besoj që me një gjysmë sezoni, mos them një sezon komplet, që mund ta bëjnë një hap shumë të mirë, por besoj që ka ndrua dhe mentalitetin ndoshta këtu në Kosovë që mos luhet futbolli siç është luajtur më herët vetëm topat gjatë, gjona kështu, peshojnë që duhet ka pak edhe taktikisht, ta shohin që edhe ekipet në Evropë po luajnë futboll të mirë, të mundohen të aplikojnë edhe këtu futbollin sa më të mirë, besoj që edhe kjo i ndihmon shumë futbollistët, ta tregojnë edhe veten, siç e the edhe vet, infrastruktura nuk është paqe mirë këtu që mundën ta tregojnë veten, por me ato mundësi që kanë, edhe besoj që kjo ndoshta i ka ndihmuar gjithë futbollistët, peshojnë që nuk është ku me ditë çka që të lozësh në Evropë, por vetëm që duhet atë hapin e parë ta bësh edhe ta tregosh veten. Për shembull, siç e them edhe më herët, infrastrukturat tepër ka rëndësi te një futbollist, fusha që të jetë e mirë, fusha që të jetë natyrale, mos mu lëndu, mos të ketë lëndime normalisht gjithmonë. Edhe kur e sheh që është një infrastrukturë mirë, kur e sheh një stadium i mirë i mbushur me publik, me gjitha ata njerëz aty, është një gjë tjetër. Normalisht tërheq edhe me këshirë më shumë edhe futbollisti ndihet normalisht si një më të mirë të mundshme edhe të përfaqësoj me lojën e tij që mund ta aplikoj siç ka dëshirë. Që është edhe mira, domethënë tash në hap rrugët edhe futbollistat më nuk mujnë ose gjeneratat e kaluara që kanë pas një farë ngërçi ose mbyllje kanë pas shumë vështirë me dal. Mirë, Lumbar pak e the për fund një porosi me krejt ato tekat që e ke pas edhe ku ke arrit edhe unë besoj që ka më qenë një hap halo më i madh se unë këtë verë në transferin e radhës ose në afatin e radhës, sigurisht që kam pas një lëvizje duke pa formë, duke pa cilësitë që i ke. Kam qef me jap një porosi futbollistave të ri ose djemve të ri që merren me sport, këtë rast me futboll, çka ju thot Lumbar Dellova, sepse tash jemi të krenu shumë me produktin Superligës, stil Lloçi që po thonë krejt, po thonë Lloçi se kena shumë futbollistë që kanë dalë dhe janë treguar në ekipe, bujnë karrierë edhe madje fitojnë trofej, për shembull dy bashkëlojtar tu që janë tash te Cluj, fitojnë edhe kupën e Romanisë etj etj edhe shumë të tjerë. Amir Amani kampion në Serie A, që mos ndalim te secili. Kështu që cili është ky mesazhi që me arrit deri në çet nivel. Po e cek edhe më herët që duhet i mendosh gjitha të këqijat, duhet të mendosh që familja jote çfarë ka ecur, që ta jep edhe atë bukën e gojës, që themi ne, për ty, që ti të arrish të shkosh në stërvitje, ti plotësoj kushtet më të mira të mundshme për ty, kështu që besoj që ky është mesazhi më i mirë, nuk e di çfarë them tjetër, ti mendosh gjithë sakrificat që ke hequr ti, po ashtu edhe familja jote dhe gjithë ata që i ke pasur afër, edhe mos vazhdosh, mos ndalesh, të vazhdosh të punosh edhe ti arrish ato ëndrat e tua që i ke. Besoj lumi diskutuam për krejt ato që ka them rrethu ty gjatë këtij sezoni, edhe besoj që kemi taku pra bashkë, falenderoj shumë që ishe pjesë edhe që erdhe sot këtu në studiot e na me diskutua dhe me na folë edhe për kombëtarën e Kosovës edhe për ekipin edhe për ecurin tonë në karrierë që ndoshta njerëzit hinë lexojnë Wikipedia, por nuk është as e thjeshtë ose as e lehtë deri sa që falenderoj shumë që ke gjetë ku edhe ke shumë kënaqësi me të pasur në sportan. Shumë faleminderit për juve joni, gjithmonë kënaqësia ime dhe shpresoj që shumë shpejt takohemi prapë. Patjetër me lajme të mira, edhe me lajme të cilat natyrisht na bën krenar edhe si përfaqësues i kombëtarës së Kosovës, por edhe si një djalë i dalëm nga futbolli i Kosovës. Ishim me Lumbar Dellovën, futbollistin e kombëtarës së Kosovës dhe futbollistin e CSKA Sofijas në Bullgari. Folëm për komplet edicionin që lan pas, por edhe për ambicet dhe synimet për sezonin 2025-2026, i cili jam shumë i bindur që do të jetë i përmbushur me suksese edhe më të mëdha për Dellovën. Ka të përgjithësisht intervista do të takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO.